Stoikët, shprehjet e tyre dhe kuptimi i tyre, hyrje në stoicizmin. Stoicizmi është një nga filozofitë më të rëndësishme të lashtësisë, e cila vazhdon të ndikojë mendimin modern mbi etikën, moralin dhe mënyrën se si ne i qasemi jetës. E themeluar në Greqinë e lashtë nga Zenoni i Citiumit në shekullin I.P.S. Kjo filozofi e përhapur më vonë nga filozofë si Epikteti, Seneca dhe Mark Aureli, ka në qendër të saj vetë kontrollin, pranimin e fatit dhe kultivimin e virtyteve. Stoikët besonin se lumturia nuk varet nga faktorët e jashtëm, por nga mënyra se si ne i qasemi tyre. Ata promovuan idenë se ne duhet të pranojmë atë që nuk mund të ndryshojmë dhe të përqendrohemi në atë që është brenda kontrollit tonë. Parimet kryesore të stoicizmit. 1. Pranimi i fatit, amor fati, dashuria për fatin, është një koncept kyç i stoicizmit që nënkupton pranimin e çdo gjëje që ndodh. 2. Vetë kontrolli emocional, ndjenjat e tepruara janë burimi i pakënaqësisë dhe duhen kontrolluar për të jetuar një jetë të ekuilibruar. 3. Virtytet si udhërrëfyes, mençuria, drejtësia, guximi dhe përkorja janë virtytet kryesore që çdo stoik duhet të kultivojë. 4. Përqendrimi tek ajo që mund të kontrollojmë. Ne nuk mund të kontrollojmë botën përreth, por mund të kontrollojmë reagimet tona ndaj saj. Shprehje të famshme të stoikëve dhe kuptimi i tyre. 1. Mark Aureli, ti ke pushtet mbi mendjen tënde, jo mbi ngjarjet e jashtme. Kupto këtë dhe do të gjesh forcën. Kjo shprehje tregon rëndësinë e përqendrimit tek vetja dhe mënyra se si perceptojmë ngjarjet e jetës. Jeta jonë është ashtu siç e bëjnë mendimet tona. Lumturia dhe vuajtja burojnë nga mënyra se si interpretojmë gjërat, jo nga vetë rrethanat. 2. Seneca, nuk është se kemi pak kohë, por se e shpërdorojmë atë. Tregon rëndësinë e menaxhimit të kohës dhe fokusit në gjërat e rëndësishme. Fatkeqësia është një mundësi për të treguar veten. Çdo sfidë është një mundësi për rritje dhe zhvillim personal. 3. Epikteti, njeriu nuk shqetësohet nga gjërat, por nga mënyra se si i sheh ato. Ndikimi i jashtëm nuk është aq i rëndësishëm sa interpretimi ynë mbi të. Askush nuk është i lirë nëse nuk është zoti i vetes. Vetë kontrolli dhe disiplina janë çelësi për një jetë të lirë dhe të përmbushur. Zbatimi i stoicizmit në jetën e përditshme, menaxhimi i stresit dhe emocioneve, duke mos lejuar që emocionet të na sundojnë, mund të marrim vendime më të mira. Përballja me dështimet, stoicizmi na mëson të mos friksohemi nga humbjet, por t'i shohim ato si mësime. Pranimi i ndryshimeve, çdo gjë është e përkohshme. Dhe prania e këtij fakti na ndihmon të jetojmë me më pak frikë. Ruajtja e virtyteve, integriteti dhe drejtësia duhet të jenë bazat e veprimeve tona. Përfundim. Stoicizmi mbetet një nga filozofitë më praktike dhe të dobishme për një jetë të qetë dhe të balancuar. Shprehjet e stoikëve nuk janë thjesht citate të bukura, por udhëzime të vlefshme për mënyrën se si mund të jetojmë një jetë të qëndrueshme dhe të virtytshme. Nëse zbatojmë këto mësime në përditshmëri, do të kuptojmë se jeta është më shumë nën kontrollin tonë se sa mendojmë. Prandaj, siç do të thoshte Epikteti, jetoni sipas natyrës dhe gjithçka do të vijë në vendin e duhur. Kush ishte Marco Aureli? Mark Aureli, 121-180 pas Krishtit, ishte një nga perandorët më të njohur të Romës dhe një nga mendimtarët më të rëndësishëm të filozofisë stoike. Ai është i njohur kryesisht për librin e tij Meditimet, një koleksion reflektimesh filozofike mbi jetën, moralin dhe natyrën e ekzistencës njerëzore. Filozofia e tij bazohet në idenë e pranimit të fatit, kontrollit të emocioneve dhe ruajtjes së ekuilibrit të brendshëm përballë sfidave të jetës. Në vijim do të shqyrtojmë disa nga shprehjet më të njohura të Mark Aurelit dhe kuptimin e tyre të thellë. Jeta e lumtur varet nga cilësia e mendimeve tona. Kuptimi. Kjo shprehje thekson fuqinë e mendimeve në përcaktimin e lumturisë sonë. Në filozofinë stoike, mënyra si e perceptojmë realitetin është më e rëndësishme se vetë rrethana. Nëse mendimet tona janë të qarta, pozitive dhe të përqendruara në vlerat e duhura, ne mund të përjetojmë lumturi pavarësisht sfidave. Si ta aplikojmë në jetën e përditshme? Fokusohuni në mendimet konstruktive dhe shmangni negativitetin. Praktikoni mirënjohjen për atë që keni. Shmangni krahasimet e vazhdueshme me të tjerë. Ju keni pushtet mbi mendjen tuaj, jo mbi ngjarjet e jashtme. Kuptojeni këtë dhe do të gjeni forcë. Kuptimi. Kjo është një nga mësimet kryesore të stoicizmit.
Ne nuk mund të kontrollojmë gjithçka që ndodh në jetë, por mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ndaj tyre. Duke pranuar këtë fakt, mund të përjetojmë më pak stres dhe ankth. Si ta aplikojmë? Pranoni se disa gjëra janë jashtë kontrollit tuaj dhe mos u shqetësoni për to. Fokusohuni në atë që mund të ndryshoni, mendimet, qëndrimet dhe sjelljet tuaja. Kultivoni durim dhe qetësi përballë situatave të vështira. Mos e shpenzo energjinë tënde duke u zemëruar për gjërat që nuk mund t'i ndryshosh. Kuptimi, zemërimi dhe frustrimi për situata që nuk mund t'i ndryshojmë janë të padobishme dhe harxojnë energjinë tonë. Stoikët besonin në pranimin e fateve dhe përqendrimin në veprimet që mund të bëjmë. Si ta aplikojmë? Në vend që të zemëroheni, përpiquni të analizoni situatën në mënyrë racionale. Praktikoni vetë kontrollin dhe mos lejoni që emocionet t'ju sundojnë. Përqendrohuni në atë që mund të bëni për të përmirësuar situatën, në vend që të ankoheni për të. Koha jonë në jetë është e kufizuar. Mos e shpenzo duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Kuptimi, shumë njerëz kalojnë jetën duke u përpjekur të kënaqin të tjerët ose duke ndjekur pritshmëritë e shoqërisë. Kjo shprehje na kujton të jetojmë sipas vlerave dhe dëshirave tona, jo sipas standardeve të tjerëve. Si ta aplikojmë? Identifikoni prioritetet tuaja të vërteta dhe veproni sipas tyre. Mos kini frikë të ndiqni pasionet tuaja edhe nëse të tjerët nuk i kuptojnë. Jini të vetëdijshëm për kohën që kalon dhe përdoreni atë me mençuri. Kur të zgjoheni në mëngjes, mendoni për privilegjin që keni për të qenë gjallë, për të marrë frymë, për të menduar, për të dashur. Kuptimi, kjo shprehje është një nxitje për të praktikuar mirënjohje. Në vend që të përqendrohemi në atë që na mungon, duhet të vlerësojmë çdo ditë si një dhuratë. Si ta aplikojmë? Filloni ditën duke reflektuar mbi gjërat për të cilat jeni mirënjohës. Fokusohuni në momentin e tanishëm dhe shmangni ankesat e kota. Jini të vetëdijshëm për vlerën e jetës dhe mundësitë që ajo ofron. Heshtja është ndonjëherë përgjigjja më e mirë. Kuptimi, jo çdo situatë kërkon një reagim. Disa herë është më e mençur të qëndrojmë të qetë dhe të mos përfshihemi në debate të kota. Si ta aplikojmë? Mësoni të dëgjoni më shumë dhe të flisni më pak. Mos lejoni që emocionet momentale t'ju nxisin të thoni diçka për të cilën mund të pendoheni. Vlerësoni situatat dhe mendoni para se të flisni. Përfundim, mësimet e Mark Aurelit janë po aq të vlefshme sot sa ishin në kohën e tij. Ai na mëson të fokusohemi në atë që mund të kontrollojmë, të pranojmë fatin tonë dhe të jetojmë në përputhje me virtytet tona më të larta. Duke zbatuar këto parime në jetën e përditshme, mund të arrijmë një qetësi më të madhe mendore dhe një ndjenjë të thellë të qëllimit. Nëse dëshironi të përmirësoni jetën tuaj, provoni të praktikoni disa nga këto mësime çdo ditë. Siç do të thoshte Mark Aureli, vepro sikur të ishe duke vdekur. Jeta është shumë e shkurtër për të humbur kohë në gjëra të parëndësishme. Trajno mendjen të përgjigjet, jo të reagoj. Filozofia stoike hyrje në jetën e përditshme. Shpesh përballemi me situata stresuese, provokime dhe sfida që kërkojnë vendime të shpejta. Shumë herë, në vend që të veprojmë me qetësi dhe maturi, ne reagojmë në mënyrë impulsive, duke u lënë të pushtuar nga emocionet momentale. Por filozofia stoike na mëson një qasje tjetër, të trajnojmë mendjen që të përgjigjet me maturi, në vend që të reagojë emocionalisht. Ky koncept është thelbësor për zhvillimin personal, mirëqenien mendore dhe suksesin në marrëdhëniet ndërpersonale. Në këtë shkrim do të eksplorojmë kuptimin e kësaj shprehjeje, si mund ta zbatojmë atë në jetën tonë dhe cilat janë mësimet e filozofëve stoik mbi këtë temë. Kuptimi i të përgjigjesh vs të reagosh. Reagimi është një veprim impulsiv, emocional dhe shpesh iracional. Kur reagojmë, lejojmë që emocionet të na udhëheqin pa reflektuar mbi pasoja. Përgjigja, në anën tjetër, është një veprim i menduar, i matur dhe i bazuar në logjikë. Përgjigja vjen nga një mendje e qetë që merr në konsiderat pasojat afatgjata të veprimit. Shembull, dikush ju fyen në rrugë. Nëse reagoni, mund të zemëroheni dhe të kundërpërgjigjeni me fjalë të ashpra, duke përkeqësuar situatën. Nëse përgjigjeni, mund të vendosni të qëndroni të qetë, të analizoni situatën dhe të zgjidhni një mënyrë të mençur për ta trajtuar atë. Mësimet e stoicizmit mbi kontrollin e emocioneve. Filozofët stoik si Epikteti, Seneca dhe Mark Aureli na mësojnë rëndësinë e kontrollit të emocioneve dhe ruajtjes së qetësisë mendore. Sipas tyre, ne nuk kontrollojmë botën e jashtme, por mund të kontrollojmë mendjen tonë. Epikteti thoshte, nuk janë ngjarjet që na shqetësojnë, por mënyra se si ne i interpretojmë ato. Kjo do të thotë që ne kemi fuqinë të zgjedhim si ti përgjigjemi një situate, në vend që të lejojmë që ajo të na kontrollojë. Durimi dhe reflektimi janë shenja të një mendjeje të fuqishme. Seneca këshillonte, nëse dikush të zemëron, dije se kjo ndodh sepse ja ke dhënë lejen të shqetësojë. Ky mendim na kujton se ne jemi përgjegjës për emocionet tona dhe se nuk duhet të lejojmë të tjerët të diktojnë gjendjen tonë shpirtërore. Vepro me arsyetim, jo me ndjenja impulsive. Mark Aureli shkruante, qetësia vjen kur e pranon atë që nuk mund të ndryshosh dhe fokusohesh te ajo që ke në kontroll.
Nëse dikush na provokon, mund të zgjedhim të mos e lejojmë atë të ndikojë në qetësinë tonë, si të trajnojmë mendjen për të përgjigjur dhe jo për të reaguar një. Praktikoni vetdijen, mindfulness, kur ndjeni se emocionet po ju pushtojnë, ndaloni dhe merrni disa sekonda për të reflektuar. Mos u nxitoni të përgjigjeni menjëherë. Vetdia ju ndihmon të vini re emocionet tuaja pa vepruar menjëherë sipas tyre. 2. Merrni frym thellë para se të veproni. Një teknikë e thjeshtë, por shumë efektive. Kur jeni të zemëruar apo të shqetësuar, merrni frym thellë 3-4 herë dhe pastaj mendoni për përgjigjen tuaj. Kjo ndihmon në qetësimin e sistemit nervor dhe uljen e stresit. 3. Pyesni veten, si do të vepronte një njeri i urtë? Para se të veproni, mendoni për dikë që e respektoni për mençurinë e tij. Çfarë do të bënte ai në këtë situatë? Kjo do t'ju ndihmojë të merrni një vendim më të matur. 4. Shkruani mendimet tuaja. Një teknikë stoike është të shkruani ndjenjat dhe mendimet tuaja çdo mbrëmje. Kjo ju ndihmon të analizoni mënyrën se si keni reaguar gjatë ditës dhe të mësoni nga përvojat. 5. Fokusohuni tek ajo që mund të kontrolloni në vend që të shqetësoheni për sjelljen e të tjerëve. Fokusohuni te mënyra se si ju i menaxhoni ndjenjat dhe veprimet tuaja. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni reagimet impulsive. 6. Praktikoni tolerancën dhe mirësinë kur dikush ju provokon. Në vend që të reagoni me zemërim, provoni të shprehni mirëkuptim. Kjo nuk do të thotë të pranoni padrejtësinë, por të zgjidhni një qasje të mençur për ta trajtuar situatën. 7. Mos lejoni emocionet të ju kontrollojnë. Kur ndjeni zemërim, stres ose trishtim, kuptoni se këto janë emocione kalimtare. Trajnojeni veten të mos merrni vendime në ndikimin e tyre. Filozofia e stoicizmit dhe shprehjet e tyre. Hyrje në stoicizëm. Stoicizmi është një filozofi e lashtë greko-romake që thekson vetkontrollin, qëndrueshmërinë dhe pranimin e fatit si rrugë drejt një jete të lumtur dhe të virtytshme. Kjo shkollë mendimi u themelua në shekullin I para Krishtit nga Zenoni i Kitionit në Athinë dhe u zhvillua më tej nga filozofë të njohur si Seneca, Epikteti dhe Mark Aureli. Stoicizmi përqendrohet në idenë se ne nuk mund të kontrollojmë ngjarjet e jashtme, por mund të kontrollojmë reagimet tona ndaj tyre. Sipas stoikëve, lumturia e vërtet arrihet duke jetuar në përputhje me natyrën dhe me arsyen, duke shmangur emocionet e tepërta dhe duke u përqendruar në gjërat që mund të ndryshojnë. Parimet kryesore të stoicizmit. Stoicizmi bazohet në disa parime kryesore. 1. Dikotomia e kontrollit, dallimi mes gjërave që janë nën kontrollin ton dhe atyre që nuk janë. Jetesa në përputhje me natyrën, përqafimi i arsyes dhe virtytit si rruga më e mirë për të jetuar. Indiferenca ndaj fatit, pranimi i asaj që ndodh pa u shqetësuar për të. Vetkontrolli dhe disiplina, ushtrimi i durimit, qetësisë dhe vendosmërisë përballë sfidave. Virtytet e stoicizmit, urta, guximi, drejtësia dhe maturia si themelet e një jete të mirë. Shprehjet e njohura stoike dhe kuptimi i tyre. Stoicizmi ka prodhuar disa nga citatet më të fuqishme që mbeten të rëndësishme edhe sot. Më poshtë janë disa shprehje të njohura nga filozofët stoik dhe interpretimi i tyre. 1. Nuk janë gjërat që na shqetësojnë, por mendimet tona për ato. Epikteti. Kjo shprehje nënvizon rëndësinë e perceptimit tonë në përballjen me sfidat. Nuk është vetë ngjarja që na shkakton vuajtje, por mënyra se si e shohim atë. 2. Lumturia e jetës varet nga cilësia e mendimeve të tua. Mark Aureli. Një kujtesë e fuqishme që mendimet tona ndikojnë në mirëqenien tonë. Duke kultivuar mendime të shëndetshme, ne mund të arrijmë një jetë më të lumtur dhe më të qetë. 3. Nëse dëshiron të mos jesh i frikësuar nga asgjë, mos dëshiro asgjë që varet nga të tjerët. Epikteti. Kjo shprehje flet për rëndësinë e pavarësisë mendore dhe emocionale. Kur bazojmë lumturinë tonë në gjëra që janë jashtë kontrollit tonë, bëhemi të cenueshëm ndaj zhgënjimit. 4. Vështirësitë forcojnë mendjet, ashtu si puna fizike forcon trupin. Seneca. Një koncept i rëndësishëm në stoicizëm është se sfidat janë mundësi për rritje. Çdo vështirësi është një mundësi për të mësuar dhe për t'u bërë më i fortë. 5. Njeriu që guxon të humbas gjithçka, nuk ka më frikë nga asgjë. Seneca. Kjo shprehje ilustron fuqinë e heqjes dorë nga pasuria materiale dhe nga frika e humbjes. Duke pranuar se gjithçka është e përkohshme, ne bëhemi më të fortë emocionalisht. Stoicizmi në jetën e përditshme. Për të aplikuar stoicizmin në jetën e përditshme, mund të ndjekim këto hapa. 1. Praktikimi i reflektimit të përditshëm. Shkruani mendimet dhe përvojat për të analizuar reagimet tuaja. Meditimi mbi vdekjen. Memento mori. Kujtoni se jeta është e përkohshme dhe duhet të shfrytëzohet me mençuri. Praktikimi i vetkontrollit. Mësoni të kontrolloni emocionet dhe reagimet impulsive.
Përqafimi i vështirësive, shikoni sfidat si mundësi për rritje, jo si pengesa. Kultivimi i mirënjohjes, fokusohuni te gjërat që keni, jo te ato që mungojnë. Përfundim, stoicizmi ofron një rrugë të fuqishme drejt një jete të qetë dhe të qëndrueshme. Duke praktikuar mësimet e tij, mund të ndërtojmë një mentalitet më të fortë dhe të përballojmë sfidat me më shumë qetësi. Shprehjet dhe parimet stoike mbeten një burim frymëzimi për çdo që dëshiron të jetojë një jetë më të ndërgjegjshme dhe më të virtytshme.